إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhurojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga mandi as nga evladi. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, në xhumën e fundit të vitit 2025, përcjell me një porosi të një ndodhie që e përcjell Enesi radhiyallahu anhu, që shënohet në Sahihunin Imam Buhariut dhe Muslimit. Enesi radhiyallahu anhu një djalosh i ri që qëndronte afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për me marrë dije të dobishme. Thot një ditë erdhi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një beduin. Erdhi një beduin që vinte nga shkretirat e Arabisë të asaj kohe. Dhe i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Ja Muhammed, o Muhammed, tha meta saa, kur ka me ndodhë kiameti? Apo më tregon ditën, momentin, sahatin, vendin, rrethonat, kur ka me ndodhë kiameti?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i tregoi as kur ka me ndodhë kiameti, e as nuk i tha se nuk të tregoj se kur ka me ndodhë kiameti, as nuk i tha se pyetjen e ki gabim, por i tha: "Ma dha adet të laha", ose "Ma adet të laha", apo më tregon, tha ti, çka ke bo gati, çka ke punu për këtë ditë, për kiameti? Apo më tregon ti çka ke punu për kiameti? Çfarë pune ke bo? Çfarë hazërllëku ke bo për kiameti? Ki tha: "Ja Resulallah, vallahi tha une, nuk jam njeri që di me falë nafile shumë, e as di me agjeru nafile shumë. Beduin e kryen veç obligimet, ato farzët që i ka, karshi Allahut, e as nuk është njeri që ka dhonë sadaka." Përmendin dietarët Ibn Haxheri, përmend dhe me ki s'ka pas kë dë një adhurim shtojt, qoftë shpirtërore, qoftë materiale, qoftë fizike. Tha: "Përveç se du me tregu diçka tjetër, ja Resulullah." Tha: "Po urdhno." Tha: "Unë tha e du Allahun Azza wa Jall dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ghayra anni uhibbu Allaha wa rasulahu." Tha: "Unë e du Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E du Allahun dhe du edhe ty, ja Resulullah." Ja tregoi një adhurim të zemrës, e cila ishte sinqert, e cila ishte burim i energjisë pozitive, dhe e cila përgjigje ja bëri me dije Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo pyetje në fillim që e bëra nuk ishte provokim, se e kuptoi beduini që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pyetjes së tij ju përgjigj me pyetja. Nuk i dha gjevap se kur është kiameti, por ja bëni një pyetje plus Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "E çka e bu gati, tha, ti për këtë kiamet? Çka ke bu gati? Çka ke punu?" Tha: "Unë e dua Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Wal mar'u ma man ahab." Tha: "Dhe njeriu do të jetë me ato që i don." Dhe njeriu, tha, do të jetë me ato që i don. Pasi që ti e don Allahun Azza wa Jall, e don me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam,
në xhennet do të jesh me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në xhennet do të jesh i dashur i Allahut te bareke ve taala. E Allahu kur ta don një rob të vetin, për atë besimtar, për atë njeri, nuk ka më ditë të zezë, as në dunjë, as në ahiret. Sahabët radiallahu anhum u çun kom, tha, ja Rasulullah, edhe na e duam Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe juve po a jap të njëjtën përgjigje se njeriu do të ringjallet me ato që i don. Njeriu do të ringjallet me ato që i don. Të dashur vëllezër, këtë hadith e transmeton një djalë i ri që sipas transmetimeve ala s'ka qenë bylyk. Ka qenë ndoshta 2-13 vjet. Enesi radiallahu anhu. 2-13 vjeçar e përcjell këtë porosi dhe këtë mesazh dhe këtë ndodhi me gjitha detajet e veta. E që na i bën një porosi jashtëzakonisht të madhe, që na të ndalemi dhe të bëjmë analizë të thellë me vetveten tonë sa e duam Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pash Zotin. Atë ka shku ndonjëherë në mend dhe kur mas fund tjerë ki kujtu sa e duan Allahun, sa e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një pyetje më apo vetvetes. A ki kujtu ndonjëherë ti tash që e duke ndejt në kom, ti që e duke ndejt ulën, ti që e në qardak, ti që falësh jashtë në këtë ftohtë. A ke ndjen ndonjëherë atë knatësi të imanit se unë jam duke ndejt në kom për Allah, e pres namazin për Allah, e fali këtë gjumo ashtu si më kam mësu ky pejgamber se e du këtë Allah shumë, se e pasoj këtë pejgamber se e du shumë. Edhe bëj sabër në atë të ftohtë se Allahun e du shumë. E që këtë pejgamber e du shumë. Që atë të ftohtë që e ndjen jashtë, atë lodhje që e ndjen brenda, atë sakrificë që e ke dhonë për Allah që me mbyll dyqanin, me mbyll firmën, e me ardhë prej së largu, me ndjek knatësinë e imanit në zemrën tënde, se ti krejtoj e duke i bo për Allah. E për këtë Allah, e për këtë dashni ndaj këtij pejgamberit të madh, ti je në gjendje gjitha mendimet tua, ndjasten të majtë mi harun. E gjitha angazhimet e tua milon ma shpine, vetëm e vetëm, se ti Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë e dan. E që kur ta ndjesh ti këtë në zemrën tënde, sikur që e ndeju ai beduini që s'kishte shumë fjalor me shpjegu, tha une s'di shumë as mu fal, as me fol, s'di shumë edhe me agjeru, që ato farzët i kry, ama dha shumë e du Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos u gëzo se shkoj viti, ndalu dhe mërzitur për hallën dhe gjendjen tënde. Ndalu dhe analizoje raportin tënd me Allahun te bareke ve taala dhe dashurinë tënde me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe ndalu dhe analizoje që veprimet tua që i bën, a i bën pse e don Allahun azza wa jall e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo i bën gjitha këto sakrifica pse krit bën që ashtu dhe ti ashtu me bo. Jo vëllezër, e njëjta punë është e njëjta xhumo. Veç ta kthej zemrën ka e mira dhe ka e mbara, që këtë që e duke e bo, që këtë sakrificë që e duke e dhonë, qatë sadakat që e jep, qatë namaz që e falë, qatë agjerim që e agjeron, qatë punë që i ki bën të kalume, mundal me analizu, ta shetutje si do të vazhdoj unë, nëse se kam dashtë Allahun azza wa jall dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ashtu siç duhet, a do ta korrigjoj dhe ndryshoj gjendjen time? Vetëm kthehe, niyetin ka e mira dhe ka e mbara që gjitha këto t'i bësh, pse e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vallahi gjithë na do të ndryshojmë dhe gjendja e gjithë neve do të përmirësohet ka e mira dhe ka e mbara.
Allahu ju dasht. Allahu azza wa jall gjithve na e bëft nasip të ringjallemi me pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Muhammedin e përzgjedhur, Muhammedin e dashur. Allahu azza wa jall na e bëft ku ishin në xhenet. Na e bëft nasip Allahu të ringjallemi së bashku në shoqni, gjithashtu së bashku, kështu sikur që jemi këtu, edhe me Ebu Bekrin, edhe me Omerin, edhe me Uthmanin, edhe me Aliun radhiyallahu anhum, edhe me gjithë sahabët të tjerë, edhe me ulemat tonë, gjithë Zoti i mëshiroft dhe gjithëve Allahu së bashku, me çdo dietar dhe alim, Allahu së bashku na ringjall. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم بنصرك اللهم وأيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة